Një ditë më parë, grupi i deputetëve miq të fëmijëve zhvilloi një sesion informues në prani të përfaqësuesve të UNICEF dhe zonjës Ingrid McDonald, koordinatore e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri. Gjatë këtij takimi, diskutimet u përqendruan në forcimin e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, rolin mbikëqyrës së Parlamentit në këtë fushë, bashkëpunimin ndërinstitucional, si edhe strategjitë kombëtare dhe ndërkombëtare për garantimin e të drejtave të fëmijëve. U theksua se mbrojtja e të drejtave të fëmijëve dhe krijimi i një mjedisi të sigurt dhe mbështetës për çdo fëmijë, ku ata të mund të rriten dhe të zhvillojnë potencialin e tyre, përbën një përgjegjësi dhe angazhim të përbashkët të shoqërisë, institucioneve shtetërore dhe organizatave ndërkombëtare. Pjesë e këtij grupi janë edhe dy deputetët e qarkut të Lushnjës, Kiduina Zaka dhe Asfloral Haxhiu, të cilët kontribuojnë në nismat parlamentare në mbrojtje të drejtave të fëmijëve. Gjatë sesionit u prezantuan edhe të dhëna mbi situatën aktuale të fëmijëve në vend, si dhe praktika të mira të mbështetura nga UNICEF. U diskutua nevoja për forcimin e legjislacionit dhe mekanizmave të monitorimit për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna, abuzimi dhe përjashtimi social. Deputetët e ritheksuan angazhimin e tyre për të mbështetur politika gjithëpërfshirëse në shërbim të fëmijëve. Takimi shërbeu gjithashtu si një platformë për shkëmbimin e ideve dhe përvojave. Në përfundim, u nënvizua rëndësia e vazhdimësisë së këtyre sesioneve për të garantuar mbrojtje efektive të drejtave të fëmijëve.